Nëse këtë bim do ta përdorni çdo ditë për një muaj, nuk keni për t'i njohur më problemet e reumatizmës. Në vendin tonë, në rastet e personave që vuajnë nga reumatizma, janë gjithmonë në rritje, duke prekur kështu moshat nën 30 vjeç. Shkak kryesor është stili i keq i jetesës, gjithashtu edhe keq ushqyerja. Reumatizma është një sëmundje që ka të bëjë me dëmtimin e kyçeve të trupit, të cilat në çdo lëvizje të trupit mund të përjetojnë edhe dhimbje. Mjekët deklarojnë se regjimi i dobët ushqimor dhe mungesa e aktivitetit fizik janë dy faktorët kryesorë që mund të shkaktojnë probleme me kyçet. Prandaj gjithçka që duhet të bëni është parandalimi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Parandalimi i këtij problemi është zgjidhja më e mirë se sa trajtimi. Shumë studime të mirënjohura mjekësore kanë dalë në përfundimin se përdorimi i trëndafilit të egër pluhur në formën e pudrës mund të reduktojë me 90% rastet e dhimbjeve nga reumatizma, citon Healthy Side. Trëndafili i egër konsiderohet si një nga bimët medicinale më të mira për sa u përket kështu, edhe lehtësimin e dhimbjeve të reumatizmës, duke ndikuar në shëndetin e kockave, gjithashtu edhe në forcimin e tyre. Pluhurin e trëndafilit të egër mund ta gjeni në farmaci si suplement, në dyqane organike ose edhe mund ta përgatisni vetë. Mjafton të keni një sasi të konsiderueshme të trëndafilit të egër, të cilët duhet të jetë në formën e thatë. Shtypeni atë fort në një havan guri edhe më pas e kaloni në një sit kuzhine për të përfituar pluhurin. Doza ditore e rekomanduar për përdorimin e pluhurit të trëndafilit të egër është 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret 1 deri në 3 muaj dhe mund të konsumohet i shkrirë në një gotë me pak ujë ose direkt duke u gëlltitur. Megjithatë, përdorimi i trëndafilit të egër pluhur për reumatizmën si doza e tij nuk duhet të merret pa u konsultuar më parë me mjekun. Nga një eksperiment i zhvilluar në Britaninë e Madhe nga Instituti për Kërkime Shkencore ndaj Sëmundjeve Reumatizmale, ka rezultuar gjithashtu se personat të cilët vuajnë nga osteoporoza 3 javë pas përdorimit të suplementeve të trëndafilit të egër patën gjithashtu edhe një lehtësim të dukshëm të inflamacioneve dhe zbutjen e dhimbjeve të tyre, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e kockave. Bazuar në këto rezultate, ekspertët këshillojnë përdorimin e pluhurit të trëndafilit të egër si një zgjidhje shumë të mirë në shëndetin e nyjeve, për të reduktuar kështu problemet e reumatizmës dhe për të forcuar shëndetin tuaj kockor. Trëndafili i egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e tij për kurimin e sëmundjeve janë të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesa që ndihmon në lehtësimin e sëmundjes janë frutat që përfitojnë gjithashtu pas tharjes së luleve. Frutat e trëndafilit të egër ndihmojnë mjaft mirë edhe në lehtësimin e disa komplikacioneve më të përhapura në vendin tonë. Një ndihmë të madhe u ka dhënë edhe të sëmurëve me anemi. Për rritjen e numrit të rruzave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të sëmurët të pinë 2 herë në ditë nga një gotë me çaj në trëndafilit të egër, të coptëzuar dhe të konsumuar vazhdimisht. Për përgatitjen e këtij çaji nevojiten 7 deri në 8 kokra të coptëzuara mirë të frutit, hidhni në një enë me ujë dhe i lini të ziejnë për 10 minuta. Më pas e ëmbëlsoni çdo ditë dhe e konsumoni para buke. Rezultate të mira kjo bimë jep edhe në parandalimin e sëmundjeve të mushkërive të shkaktuara nga ftohja ose pirja e duhanit. Shpesh dëmtimet në mushkëri shoqërohen me shfaqjen e kollës. Mënyra më e mirë për largimin e tij është çaji i trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë derisa të keni plotësimin e plotë. Kur kolla të mos ketë lënë më gjurmë, atëherë mund ta ndërprisni. Ashtu si shumë bimë të tjera, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer që ndihmon në dhimbjet e stomakut, fryrjet e barkut gjatë ftohjes. Mjekët popullor këshillojnë 2 gota çaj në ditë para buke dhe shqetësimet do të largohen shumë shpejt. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj do t'jap efekte të menjëhershme. Te njerëzit që vuajnë nga depresioni këshillohet të pihet çaj i përfituar nga trëndafili. Pirja e çajit çdo ditë ndihmon në lehtësimin e situatës. Jo vetëm frutat e bimës, por edhe vaji që nxirret prej gjetheve të saj ndihmon në lehtësimin e komplikacioneve.
Rezultatet të shkëlqyera jep në shëndetin e tëndhi dhe rritësasinë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote me ujë dhe pihen çdo mëngjes. Vaji këshillohet të përdoret edhe për qetësimin e dhimbjeve tek femrat. Shumë i rëndësishëm është vaji i bimës në lehtësimin e problemeve kur shoqërohet me hemorragji. Një përbërje e vajit ekziston një substancë që ndihmon edhe mpiksjen e gjakut dhe ndalon hemorragjin. Në këto raste është e rëndësishme të konsultoheni me ekspertin përpara se ta përdorni. Duke u nisur nga pesha, trëndafili i egër përmban 40 deri në 50% më shumë vitaminë C se portokalli. Përgatitja e një doze lëngu përdoret edhe si tonik. Në saj të përbërësve antiinflamator, kjo bimë e çmuar ndihmon në parandalimin e rrullave dhe plakjen e parakoshme. Gjithashtu, kjo bimë rezulton të jetë një nga bimët më të mira të cilat arriten me shumicë në vendin tonë. Fuqia e saj shëruese do të bëjë ndryshime të plota edhe për organizmin tuaj. Trëndafili i egër është një nga bimët që mund të cilësohet se mund të bëjë mrekulli. Frutat e saj, para se të çelin, janë të pasura me vitamina dhe antioksidant që janë përdorur në mjekësinë tradicionale brez pas brezi, duke ofruar një sër përfitimesh për shëndetin dhe mirëqenien. Nga rritja e sistemit imunitar te përqendrimi i shëndetit të lëkurës, trëndafili i egër është një bimë që meriton njohje për vetitë e saj të mira medicinale. Në këtë video, sipas Elit Line, do të rendisim përfitimet kryesore të trëndafilit të egër dhe mënyrat praktike për ta përfshirë atë në rutinën tuaj të përditshme. Do të ndihmojë në rritjen e sistemit imunitar. Trëndafili, fruti i trëndafilit, është i mbushur me vitaminën C, nga një përqendrim më i lartë se çdo frut tjetër. Kjo e bën atë tepër efektiv edhe në mbështetjen e sistemit imun, duke ndihmuar trupin të luftojë ftohjen, gripin dhe infeksionet e tjera. Konsumi i rregullt i trëndafilit mund të mbajë të fortë mbrojtjen e imunitetit, veçanërisht gjatë muajve të ftohtë. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës. Të pasur me vitaminën C, vitaminën E, trëndafili mund të promovojë lëkurën e shëndetshme dhe me shkëlqim. Ajo ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe shpërthimin e problemeve të tjera, sidomos ato të shkaktuara nga rrezet ultraviolet dhe ndotja. Shumë produkte për kujdesin e lëkurës përdorin vajin e trëndafilit për vetitë e tij kundër plakjes, por mund të minimizojë shfaqjen e linjave të holla, rrullave dhe hiperpigmentimit. Trëndafili i egër do të mbështesë edhe shëndetin e kyçeve. Trëndafili i egër ka treguar se zvogëlon inflamacionin duke bërë atë të dobishëm për njerëzit me artrit ose dhimbje të kyçeve. Studimet sugjerojnë se ekstraktet e trëndafilit mund të lehtësojnë dhimbje dhe ngurtësimin, duke përmirësuar lëvizshmërinë për ata që vuajnë nga osteoartriti. Vetitë antiinflamatore të trëndafilit të egër e bëjnë atë një ilaç natyral të shkëlqyer për probleme në lidhje me kyçet. Promovon gjithashtu edhe shëndetin e tretjes. Trëndafili i egër është i pasur me fibra dietike të cilat ndihmojnë në tretjen dhe promovojnë shëndetin e zorëve. Konsumi i çajit të trëndafilit të egër ose suplementeve mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut, zvogëlimin e fryrjes dhe përmirësimin e funksioneve të përgjithshme të tretjes. Vetitë natyrore diuretike të bimës gjithashtu mbështesin trupin dhe eliminojnë toksinat prej tij, duke ofruar një zgjidhje mjaft të mirë edhe në reduktimin e mbajtjes së ujit. Gjithashtu, trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Trëndafili i egër mund të kontribuojë gjithashtu në një shëndet më të mirë kardiovaskular, duke mbajtur larg kështu komplikacionet që i kanosin atij dhe duke sjellë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Ai përmban antioksidant të cilët ndihmojnë në parandalimin e komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të trupit. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja. Trëndafili i egër është një bimë e cila ndihmon edhe në menaxhimin më të mirë të peshës. Trëndafili i egër shpesh ofron edhe një përmirësim më të mirë të peshës për shkak të aftësive që ka në nxitjen e metabolizmit dhe djegjen e dhjamit. Studimet tregojnë se ekstraktet e trëndafilit mund të parandalojnë shtimin e kilogramëve të tepërt, veçanërisht ato në zonën e barkut. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tuaj.